Punimet për rregullimin e sheshit dhe mjedisit për rreth shkollës nëntëvjeçare Branko Kadia në qytetin e Shkodrës kanë avancuar ndjeshëm. Ka përfunduar instalimi i rrjetit nëntoksor të kanalizimeve dhe pusetave, si dhe lidhja me kolektorin e shkarkimeve ujore. Ky proces është pasuar me punimet mbi sipërfaqe, sistemimin e oborrit, përgatitjen e lulishteve, riparimet e mureve rrethuese dhe punë të tjera. Sipas projektit, gjithçka po ndërtohet nga e para për të krijuar një mjedis sa më bashkëkohor për këtë shkollë, nxënësit dhe mësuesit e saj. Ky projekt financohet nga Bashkia e Shkodrës si pjesë e investimeve që ka miratuar Këshilli Bashkiak për këtë vit për rregullimin e mjediseve të shkollave. Ai është vazhdimi i programit që u zbatua për rikonstruksionin e mjediseve të jashtme të shkollës artistike Prenkjakova dhe Konviktit, shkollës dëshmore të Prishtinës, shkollës së mesme në njësinë administrative Postribe të tjera. Gjithashtu pjesë e këtij projekti është edhe instalimi i sistemit të ngrohjes për të cilin punimet janë në proces. Kjo ndërhyrje në shkollën nëntëvjeçare Branko Kadia Shkodër me mbi 600 nxënës përkon edhe me vitin e 100 vjetorit të saj, jubile që do të festohet pas pak muajsh.